E fusha e Sibovcit o 19.7 km², ku aktualisht pritet me nis punimi edhe shfrytëzimi nxjerrja e linitit, i ka 830 milion ton, që i bie për 15 vjet, 55 vjet, vetëm që ajo fushë 19.7. Përndryshe, Kosova ka linjet kryesisht që mirë tipit linjet për 1000 vjet. Politikat e Kosovës kanë qenë tanat korruptume. Ndërprejt këto blen me çmim shumë të lirë, se unë e kom bërë një projekt për shembull 8 milion është një ton me prodhu me nxjerr. 8 milion, jo po 8 euro një ton, se gabim tash. 8 euro një ton. 8 euro një ton. I shitet pas pasurimit, për punimit, termocentrale e shitet i kun 28.9 e sheta e rrymet. Se është kapacitet e kemë bëllë, që ka rreth energjisë, rreth teknologjisë, jam i gatshëm, jo vetëm juve, po kujdo qofse qatë zanote ka më sopi kurgjë. Bashkërmiq, jena me bacën Rushit Haliti, edhe pse unë i tham bacë, ky është vërtet një zotëri që njerëzit në sheshja kanë lakmi, një zotëni taman i vërtet. S'ka faj që edhe pare i marrin në autobus ku të vjen, sepse nuk duket taman që është pensioner. Kena nderin sot me fol për jetën dhe veprën e tij prej fëminisë e deri sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush është baca Halit ma konkretisht? Rushit. Haliti Mbijamja. Jo me lindën në Kostërc 1954. Shkollën fillore e kom kryer në Runik, të Skenderaj, të mesmen në Mitrovic, u therka atër Silvira Tomazini. Pastaj e kom kryer shkollën e lartë matematik Prishtinë, fakultetin e zehtarisë në Mitrovic, ku magjistru në fakultetin e shkencave mekanikën, makineri që u quajë këtu në herë, dhe kom doktoru në aplikimin e matematikës në geoteknikë, metodat probabilitare në studimin e qëndrueshmërisë. A ka ne vështirë kjo për ty me kry gjithë ato? Po gjithsejt 24 vjet jam ullë në bank shkollë, si e rregull. 4 vjet shkollë. Dhe më thot gjysë e jetës gote. Në universitet, në 76 në kom nisë punën në Runik për herëtuar matematikë, si arsimtar atër i diploma. Pastaj në 90-ën, si kom kry fakultetin, ka nëllë asistent. Mitrovic deri me 15 qershor që ti viti kom punu atë. 15 qershor dhe me thoi kom bush 70 vjetë më në. Sot gjenerata i ke pa, i ke taku gjatë rrugtimit tanë jetësor, po për çka kime na thonë për këtë gjenerata? Gjeneratat e ma përshme, vazhdimisht kanë qenë pak më të mirë, po edhe mësimdhënë që do me thonë kanë qenë më të përkushtuar, jo si sot. Unë punojsha tregova deri në 15 qershor në Mitrovic, aty ka pas profesor 20 faqe ligjërati. Edhe tonë të 10% i kia ashtu. Jo theshe pse vrespi shkruni naj libra, jo i kena bo hatë me zdjedin, ke hatë me po e ke përmen që dim, me literaturë të Enver Hoxhës, Titës, të 85-ën, normal si student deli do. Unë i kom shkru deri që tash 19 libra. 19 libra? Po, shkencore të gjitha, matematikë dhe inxhinieri minerare kryesisht. Po, i kom shkru para 10 vjetë, po më duket që janë vjetra, se shkenca e ecë për ditë. Edhe me rregullore e kem çdo 10 vjetë me ndru literaturën, me fresku, me plotësu, të ndrojnë gjonat. Fëmit, a i kanë marrë edhe ato shkollën s'kurti? Jo, ata janë orientu në biznes, kryesisht në Angli, jo këto. Njone po të kry këtu ekonomikën, po s'ma i kemë pëndzut, se si me na i parti këtu, ka të kry që ka dur. E vërtet. Do me të full për rrymë për shamëll këtu, se komponon kekniku. Edhe ka qenë institut aty, se shkencën e bojnë institutet. Kur erët politika, ndërhyjnë aty e shkatërojët.
institut tash janë kollaps. Se jam doktorator në Maqedoni, ko mentor për fushën e minjerave, e më ka ra me vizitu këto mbyshën shënime për vetë, jo diçka politikisht atë diçka, e po që në ato parimet themelore, teknologjisë nxjerrjes minerale, këto nuk përmbushën. A ka Kosova mineralet mjaftueshme për vetvete? Që do me tregu vetëm linjet i ka mbi 12 miliard. Mbi 10 miliard i ka pellgu i Kosovë që nis Mitrovic përfundon Kaçanik, 85 km gjatësi, 10 gjerësi. E kum llogarit se për kekun, për në qëto kapacitete termoenergetike që i ka mjafton 8 milion në vetë, s'o nevoj ma shumë për këto. Po që donë me shit, e kanë pas voni projekta për me rrit, që shme thonë 15 milion tonë, e fusha si bovë që të 19.7 km², ku aktualisht pritet me nisë punimi edhe shfrytëzimi në nxjerrje e linitit, i ka 830 milion tonë, që i bje për 15 vjetë, 55 vjetë, vetëm që aja fush 19.7. Për ndryshe, Kosova ka linjet kryesisht që mirë, tipit linjet, për 1000 vjetë. 1000 vjetë. Edhe për shumë dekada, ka me qenë burimi kryesor energetik për Kosovën. Po pse po kena prapë ngjesje të energjisë elektrike? Që po tregoj. Këto janë kapacitete, për shembull Kosova A-neu 62. Do me thotë që gjitha i kanë kalu mbi 40 vjetë, që maksimumi parem këto ka qenë projekte i por Bashkia Evropiane dhe i keme investu mbi 2 milion megawatt në vetë, që jo vetëm që kemë posë për vete, po për gjysë me eksportu. Ka dështu këta kanë lypë. Tane Kosovë e re 500 megawatt, tane kontër global që u thirkaj 500 ka dështu të gjithë. 21 milion e këna gjobi, këna pagu që si ka realizu kje qeveria. Mirë po, unë këmë qenë gjithë kritik dhe të na qeverive, sepse profesionistët nuk i kanë thirë kur. Jo për diqka, se unë të tregua krejt familjen jashtë të kam, s'morna e shve i këtyre. Pas korë që këmë avytë, se pëdrenit të më për korë se këmë përfil, dhe se janë konin ignorancë, se gjosëm nga në. Anë mikoj maj madhë për mu, i njeri jutë ignorancë, pa dhja. Edhe që kuna kanë pru tash, jena në krizë thellë energetike, kapacitetet e egzistusës s'ki kun gjerte, se parimi kryesor është parimi paraprirjes. Do të thotë, largimi i dheut, të e quajnë djerrin, se djerrin nuk ka dhej, po gabimisht e kanë përkthy për sërbishte. Po largimi i mbulesës na jetojmë në aspektin shkencor, dhe morja që mirë, nxjerrja që mirë. Mirë po 2-3 vjetë, zotë se 17 milion tonë në vetë dohet me largu dhe për me morë, për me janisë që mirë. Do të thotë 2-3 vjetë zotë aja punë. Ose me ndërtu një termocentral 3, pe i 4 dhe në 6 vjetë zotë. Do me thonë varësisht për i kapacitetit, po me thjeshta, 350 megawatt, do të 4 vjetë. Edhe do me të regu se e tërë botë, se këta pe përmenin ka njerë energji të rinovushme që po djenë. Aja edhe është e kushtushme edhe së është e sigurt. Burimi maj sigurt, kretë botën është linit, qymyri, se disa shtete kanë qymërgurja, ma cilësur. Edhe është e qëndrushëm, po edhe shumë i sigurt, edhe e kemi rëntonën se blenë. Gazi, shumë pak është ma elmu se linit, që për përmenin do për një gazin. Tjera nësë kemë burime, biomasa, e di që biomosa, drunë, nësë kemë në pyllë, do me thonë edhe për shumë ku metet burimi, jo veç për neve, po thuj se për gjithë Evropën lindore linit. Mirë po, Japonia shemëll, kur ka ndodhë 2011, aja aksidenti e madhë në Hikoshima e ka këthy me linjet.
Po normali kapacitetet janë moderne, janë modernizuar termocentralet, për mos me emitu gazën dhe helmuse e tjera. Edhe rruga vetëm ajo një edhe ka me qenë edhe për shumë ku. E pse nuk kanë marrë asnjë lloj mase politikat e Kosovës? Politikat e Kosovës kanë qenë tanat korruptume. Ndërpret këto blenë me çmim shumë të lirë, se unë e kom bo një projekt për shembull 8 milion është një ton me e prodhu, me nxerr. 8 milion, ja po 8 euro një ton, se gabim tash. 8 euro një ton. 8 euro një ton. I shitet pas pasurimit, për punimit, termocentrale e shitet ikon 28.9, e sheta e rrymet. Se është kapacitet e kemë bëllë, të më thonë vetëm me mëru termocentrale të reja, ose me kalun nga gasifikim. Ajo është djegje në toksore që mire. Që shpo vëprojnë krejt bota, nësë kemë nevoj me zbëllu kurë, që të praktika me. E vërtet është. Çfarë mesazhi ju jep? Kjo qeveria e fundit. Okej. Her pas herë ndërprejke, jo ra bloku B, jo ra apëdin. Po. Edhe bleke pej Beogradi. Me qmim shumë të nalë 600 euro megawatt. Ta shkrason 29 me 600 qërë. Kjo ka qenë politikë korruptive, thjeshtë s'dit. Ose për shembull, projekte sekret, projekte në fushës të amikam. I ka bo të fundit 2019 Rudarski Institut Beograd, Instituti Zetaris Beogradit. A ka inxhinier këto bëllë me në thirë, pa pare e bë. A ju kanë tirë në jetë? Kur? Kur, po një këmë dha vrejtje se këta kanë gabime se alo me teorinë ruse, shfrytëzojnë që ato teoritë e vjetra. Nuk kanë kalu këto teoritë moderne. Edhe në zonë student këmë pas shumë këtu, më nëjshë me jau shpjegu teknologjinë parime themeluare, cilat janë që pëdion. Nuk e shkur që jau hek djerrinë. Djerrinë, që unë jam për i Drenice, i thojnë toke papunume. Papunume, po. Nuk ka të bajaja kur gjë me. Kurse krejt formacione që ndërtojnë token, ndohen në Shkambe edhe në Dhera. Shkambet janë të fort, dhe na i thojmë 1 megawatt, janë në Shkambe, janë Dhera, po me ndojmë bini, janë Shkambe, janë shumë të forta. E tani Dhera ndohen kokërim edhe kokër trash, ose kokërizor. Kokërizor e Denerera, Zhavori, Qakeli, që je katonarë që luishëm gura 5 të njerë. Kurse kokërimt janë argjila edhe pluhërat. Argjila këtu janë shumë lëshmë, por në kek i ki këtu, në pelgun që mërë në bajsë Kosovë që i thujmë na, i ki 3 loja. E hirt, e verdh, edhe është e gjelbër, ta janë nën shtresën e qymyret. Argjilat janë dherat e vetëm që i kanë vetin bëmejen edhe të korën. Bëmimi të korët qënë në qarje, se fryrja të ne, qarja kryon rëshitjen e dhejut. Dhe më thonë mirë, po ka metoda sot përmesimit tyne, po pa tjetër dojtë më institutet më morë me këto, ja, se që ka mësojnë të na, unë e vetë që ka mësojnë fakultetet, e kom kuptu që janë e dzerë e madhe. Deri sa kom arrit, kisha vllaznin në Anglijet jashtë, edhe ata më kanë cilë literaturë kështu. Se në gjuhë shqipe pak ka edhe nuk dojnë thjesht me i botu vetë. Unë jo më ka i përgadis, ka i freskoj që to, të regova, së më i qaj librat e mija. Se i morë veç me qëtë punë, nuk më ka interesu tjera. Mirë po, ja ku ma vytë këtu, një 4 vjetë kanë në Ministrit të arsimit një liber mbi 1000 faqe, monografi për teknologjinë e shfrytëzimit nga sipërfaqe. A e kanë marë? Ja, ma ka këthy o liber universitarës vënë. Edhe ato mas 3 vjetë, rrasë shkove, asë e gjojshin kopjen që ja u këmë që asë vendem, asë 4 orë. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Sa herë të keni nevojë diçka rreth energjisë, rreth teknologjisë, jam i gatshëm, jo vetëm juve, po kujdo qoftë,
Qatë zanote ka më sopi kurgjë. Bravo, na krenomi për këto njerëz që edhe përkundër moshës prapë je I gatshëm për me ofru informacione. Do me të thonë në thonje ta I shtojnë. Okej. Ajo ko gjeniu I shkendit. Ka thonë njeriu që pushon se mësuari ka vdek. Atina llogaritë që ka vdek. E unë çdo natë lexoj gjuhë shqipe të tregua s'ka literaturë, kryesisht anglisht. Faleminderit që ishe pjesë jona. Ju të dashur miq mos ta ndroni sepse gjonat e mira I sjellën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.